Asgjë konkrete për presidentin e ri, shkuarja në zgjedhje nuk shihet se do të sjellë ndryshim të madh. Liçeni akumuluesi Mitrovicës, pjesë e planit konkret për rivitalizim, pritet rikthimi i funksionalitetit të plotë për qytetarët. Malisheva me masa konkrete për mbeturinat inerte, drenasi dhe metejnë hall me ujëra të zeza. Vdes miku i shqiptarëve Elliot Engel, ish kongresisti amerikan, do të mbahet mend si mbështetës kyç i pavarësisë së Kosovës. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Përderisa po rrjedha fati shtesë prej 34 ditësh si rrjedhoi vendimit të fundit të kushtetuesës për zgjedhjen e kreut të shtetit, edhe kjo javë po përmbyllet pa ndonjë parafrim qëndrimesh. Intensifikim të takimeve janë paralajmëruar për javën që vjen, ndërkohë që kanë mbetur edhe 17 ditë deri në skadimin e afatit kushtetues. Nëse kreu i shtetit nuk zgjidhet deri me 28 prill, ku vendi rrezikon shpërndarjen automatike dhe shkuarje në zgjedhje të parakohshme. Nga këndvështrimi i njohësve të fushës, shkuarja në zgjedhje post-kostos financiare mund të shënojë ngecjen e ecjen tutje të politikave zhvillimore të vendit. Nga java e ardhshme pritet të intensifikohen takimet e partive parlamentare për t'u pajtuar rreth zgjedhjes së kreut të shtetit. Këtë e paralajmëroi ditë më parë shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbrien Agavsi. Sot, në këtë frym, u deklarua dhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, duke nënvizuar se partia që udhëheq ai nuk do të mbështesë një zgjidhje ku të gjitha pozitat kryesore të shtetit i takojnë një partie. Tutje Abdigjiku e ka konfirmuar se lidhur me këtë çështje është takuar edhe me Hamzën e PDK-s, ndërsa tha se kreu i AK-s ka refuzuar takimin. Ndërkohë që pritet se çka do të prodhojnë takimet mes partive parlamentare, njohësit e fushës vënë në pas se është koha të ndërmerren të gjitha masat për të shmangur zgjedhjet si opsion dhe përsëritje të situatës së vitit të kaluar, që mes tjerash, post-kostos financiare mund të shënojë edhe ngecje të vendit në fusha të shumta. Nëse është e nevojshme dhe të shpërndahet pushteti në kuptimin e do një marrëveshje politike që është e favorshme për të gjithë aktorët politik, të krijohet opozitë dhe pozitë e qëndrueshme edhe stabile, me numrat e nevojshëm për të marrë edhe ose në shkuar edhe marrëveshje ndërkombëtare, ose për të ratifikuar edhe marrëveshje ndërkombëtare. Kështu që unë nuk shoh ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm edhe mas zgjedhjeve të ardhshme nësa do të mbahen ka muaj, se ta themi ka mesi i vitit, sepse nuk ka mundësi reale që të prodhojë një ndryshim të thënë dramatik në skenën politike për të pasur ndonjë përmbysje që pastaj partitë e tjera politike të mund të përcaktojnë dinamika të reja. Shkuarja në zgjedhje është jo vetëm iracionale, nuk është zgjidhje, nuk është korrekte, është katastrofike dhe me pasoja bumerangore, dëmshme, të pariparueshme janë pasojat nëse thjesht edhe një qark zgjedhjesh e imponon kjo klasë politike për arsye të shumta dhe faktorë të shumtë, qofshin të brendshëm apo të jashtëm. Në zgjedhjet e fundit, vetëvendosja si fituese siguroi 57 ulse në kuvend, numër ky i pamjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit të vendit, pasi për këtë proces nevojiten më së paku 80 vota. Një akademi përkujtimore në kryeqytet për të ndëruar të rënët dhe të gjallët e betejës së Kosharës mblodhi figura të rëndësishme të jetës politike e ushtarake, bashkëluftëtar e qytetar që kujtojnë edhe 27 vjet pas. Beteja e Kosharës vlerësohet edhe sot e kësaj dite si pikë referimi për vendosmëri deri në vdekje për të thyer kufirin shqiptaro-shqiptar, për të mos u mbyllur kurrë. Si pjesë e operacionit Shigjeta, beteja filloi me 9 prill të vitit 1999, ndërsa prijes e pati heroin kombëtar Agim Ramadani. Sakrificën nga të tjerët, pa dhënë shembullin personal i pari. Kur u thya e kufi, u shmontua edhe një kufi tjetër. Sodës zëni Salbolena Aziu për shkak të vdekjes së babait, në emër të saj ftoi për fjalë. Dhe në një moment të tillë
pritja më nuk ishte zgjedhje, nuk ishte. Nderuar përfaqësues të institucioneve tona, të nderuar të pranishëm. Të nderuar shikues, ju kërkojmë falje për këtë gabim teknik. Kjo kronik sapo të jetë gati do ta bëjmë transmetimin në edicionin qendror të lajmeve. Në prag të 27 vjetorit të rënies komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Ilaz Kodra, i cili ka qenë pjesë e celulave të para të UÇK-s dhe pjesëmarrësit të gjitha luftrave në Drenicë e rrethin, pikërisht në lagjen ku ka lindur, u vendos një pllakë përkujtimore që do të shërbej si dëshmi për brezat e ardhshëm. Kujtimi e nderimi për të rënët e lirisë dhe marteret mblodhi sot në lagjen Kodra të Prekazit, bashkëluftëtar, familjar dhe përfaqësues të pushtetit lokal, me qëra u zbulua edhe një pllakë përkujtimore. Ky nderim bëhet në prag të 27 vjetorit të rënies së komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Ilaz Kodra, i cili ka qenë pjesë e celulave të para të UÇK-s dhe pjesëmarrës i të gjitha luftërave në Drenicë dhe rrethin. Nuk e besoj që është në shtëpi që nuk ka pas ushtar. Nuk e besoj. Por nuk ka shtëpi që nuk ka dhënë bukë për ushtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Adem Jashari dhe grupi Adem Jasharit këtu kanë pas sjellën. Me veprimin e tyre, me luftën, sakrificën, e bën histori. Dhe jo vetëm që e bën historinë, por u fotën edhe vetë në të, duke u bashkuar me gjithë dëshmorët anë kanë trevor shqiptare, por edhe me dëshmorët të paraluftës së UÇK-s, sepse gjithë veprimtarët, advetarët, gjithë luftrat që janë zhvilluar kanë pas me qëllim lirin, çlirimin dhe bashkimin e shqiptarëve. Këta dëshmorë dhe martirë nuk janë vetëm emra të gdhendur në këtë plak, ata janë krenaria jonë. Janë drita që na udhëheq, janë thembeli mbi të cilin qëndron liria jonë sot. Ata dhanë më të shtrejtën jetën e tyre që ne sot të jetojmë të lirë me dinitet dhe me të ardhme. Kjo pllakë përkujtimore, si shumë të tjera në këtë zonë, do të mbeten dëshmi ndërbreza për të nderuar e kujtuar 42 dëshmorët në krye me heroin kombëtar Ilaz Kodra dhe mbi 280 martirë të vrarë në komunën e Skenderaj dhe atë të Drenasit gjatë luftës së fundit. E në historinë e shqiptarëve, për gjatë përpjekjeve për liri dhe pavarësi, nuk mungojnë as miqet ndërkombëtar. Miku i shqiptarëve, Elliot Engel, ish kongresist amerikan, do të mbetet i lidhur ngushtë me historinë moderne të Kosovës, si një ndër zërat më të fuqishëm ndërkombëtar në mbështetje gjatë rrugëtimit për çlirim dhe mendetësi. Elliot Engel vdiq në moshën 79 vjeçare, duke mbetur zë i fuqishëm i shqiptarëve për mbi 3 dekada. Angazhim 30 vjeçar në Kongresin Amerikan e vlerësuan sot krerët të shtetit e figura politike në vend e më gjerë. Në vitet më të errta për shqiptarët, kur bota shpesh heshte, Engel ishte ndër të paktët që fliste fuqishëm për Kosovën, duke kërkuar drejtësi dhe ndërhyrje për ta ndaluar dhunën dhe spastrimin etnik. Ai ishte ndër zërat më të fuqishëm në mbështetje të shqiptarëve gjatë viteve 90 dhe ishte i pranishëm në ditën historike të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në ndërimt e tij, deputetët e Kuvendit të Kosovës mbajtën një minutë heshtje, ndërsa krerët e shtetit dhe liderët partijak vlerësuan lart figurën dhe kontributin e tij. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu e cilësoi vdekjen e tij si një humbje të madhe për Kosovën. Elliot Engel ishte një mik i palëkundur i Kosovës, një zë i fuqishëm për lirinë dhe shtetësinë tonë. Kontributi i tij nuk do të harrohet kurrë. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shprehur pikëllim të thellë me rastin e ndarjes nga jeta të ish kongresistit amerikan Elliot Engel. Elliot Engel ishte përkujtuar prej kohësh në Kosovë para se bulevardi në qytetin e Pejës ta mbante emrin e tij përmes zërit të tij të fuqishëm në Kongresin Amerikan, ku ai ishte ndër anëtarët e parë dhe më të vendosur që dënuan fushatën gjenocidiale të Miloševićit. Ambasada e Kosovës në Shtetet e Bashkuara ka shprehur ngushëllime me rastin e ndarjes nga jeta të ish kongresistit Elliot Engel. Zëri dhe mbështetja e tij erdhën në momentet kur patën pesh më së shumti dhe ato do të kujtohen gjithmonë, thuhet në telegramin e ngushëllimit të ambasadës së Kosovës në SBA. Edhe kryetari i PDK-s Bedri Hamza vlerësoi lart rolin e ish kongresistit amerikan në momentet vendimtare për vendin.
Ai ishte zëri i drejtësisë për Kosovën në Shtetet e Bashkuara dhe qëndroi pranesh në kohën kur po shkruaj historia jonë më e rëndësishme. Ndërkohë kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se Kosova humbi një nga miqt më të mëdhenj që ka pasur ndonjëherë. Kosova humbi një mik të jashtëzakonshëm. Kontributi i tij në arenën ndërkombëtare ishte jetik për rrugën tonë drejt lirisë dhe pavarësisë. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj shprehu mirënjohje për rolin historik të Engëll. Populli i Kosovës do të jetë gjithmonë mirënjohës për Elliot Engëllin dhe mbështetjen e tij të pakurrësyer në momentet më të vështira për vendin tonë. Trashëgimia e tij politike dhe njerëzore do të kujtohet gjatë nga institucionet dhe qytetarët e Kosovës si simboli i miqësisë së përhershme mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kongresisti demokrat nga New Yorku, Engëll shërbeu për 16 mandate në Kongres që nga viti 89, ndërsa udhëhoqi edhe Komitetin për Punë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve. Ndrojmë temë të informacionit, transformimi i liçenit akumulues të Mitrovicës në një pikë të rëndësishme turistike ka shënuar edhe hapat konkret. Hartimi një plani për rivitalizimin e kësaj zone synon të adresoj problemet e akumuluara dhe të rikthej funksionalitetin e plot të liçenit për qytetarët. Pas vlerësimeve të fundit, autoritetet lokale nënvizojnë se gjendja e liçenit është problematike, duke konfirmuar nevojën për ndërhyrje urgjente për shkak të degradimit, sidomos 2 vitet të fundit. Gjendja e liçenit akumulues në Mitrovic është përkeqësuar ndjeshëm gjatë 2 viteve të fundit, duke ngritur shqetësime për ndikimin në mjedis dhe shëndetin publik. Institucionet lokale në bashkëpunim me klubin e gjyqjes Trepça kanë realizuar disa aksione pastrimi për largimin e mbeturinave nga liçeni. Angazhimi jonë është që Mitrovicën me bëjë qytet jetueshëm, të gjelbërt dhe funksional. Shumë është e rëndësishme që secili qytet i Kosovës me qenë jetueshëm. Mitrovica ka predispozita me qenë qyteti më i bukur i Kosovës, e them pa modesti, e ne po punojmë që këto ta realizojmë dhe ta jetësojmë një ditë. Është krijuar gjithashtu një grup punues që do të merret posaçërisht me trajtimin e gjendjes së liçenit me synimin që ai të kthehet në një zonë të pastër dhe tërheqëse. Ne tash kemi themeluar një grup, lloj task forces që kemi adresuar gjitha veprimet që ne duhet me ndërmarrë në mënyrë që liçeni të jetë i pastër, edhe që të jetë burim atraksioni për qytetarët që i kalojnë posaçërisht vikendet, po edhe ditëve tjera të javës, organizata të ndryshme sikur Certazon, pjesa do të thotë klubit zhytësve të Trepçës, e disa të tjera të cilët vullnetarisht kanë shprehur gatishmërinë që t'i kontribuojnë pastërtisë lumit dhe të liçenit akumulues. Ndërsa qytetarët shprehen të kënaqur me ndryshimet që po bëhen. Është kënaqësi me dalë rreth Ibrit, sidomos prej kohës kur i kanë rregulluar këto stazat, pastaj liçeni, Ibri është pastruar, rregullohet çdo ditë. Mendoj që në Kosovë qytetore më të mirë nuk ka, sidomos për ne pensionistë. Mirë po olla kryetari i ri ka ndërmarrë aksione dhe për pastrimin e lumeve edhe këtu në fusha gjelbra, shumë mirë. Edhe liçeni u pastru, po, kur ketë dje po është një barkë që shkon me atë personelin. Autoritetet vlerësojnë se përfshirja e organizatave dhe vullnetarëve do të jetë thelbësore për suksesin e këtij procesi. Nga Mitrovica shkojmë në Malishev, ku hedhja e mbeturinave vende pa vend, sidomos atyre inerte, pos shqetësimit ka filluar të bëhet problematik me vete. Kjo është arsyeja që ka detyruar komunën të përcaktoj lokacionet të veçanta për grumbullimin e këtyre mbeturinave, duke paralajmëruar se nuk do të mungojnë as masat ndëshkuese për ata që nuk e respektojnë këtë vendim. Hedhja e mbeturinave vende pa vend ka kohë që është shndruar në shqetësim serioz për banorët e Malishevës. Problem në vete janë mbeturinat inerte, hedhja e të cilave tashmë ka krijuar të ashtu quajtura pika të zeza, pavarësisht aksioneve për pastrim ku nuk mungojnë banorët e kësaj ane. Por mas shumë të gjujnë inertat, për shembull, po shohim tash ndoshta të aty rastis tash në për shembull këtë rrugën të deri që kalon për Llapçev, bjen të anej ka kjo i varat e Mirushës. Gjithandej ka këso kufat, mbetjet, mbeturinë, dhe më thonë dhe
edhe firma që punojnë, domethënë, marrin fitimin për veti, edhe materialet i gjunë në rrugë. Ndonë se iniciativat për pastrim nuk mungonin, hedhja e mbeturinave mbetet problem serioz. Mbi këtë gjendje, komuna e Malishevës ka caktuar lokacione për mbeturina të ndërtimtarisë. Njëra ndër kryesoret është kjo në Banjë. Kem kërku mbështetje edhe me kryetarët e bashkive lokale të cilët kanë bërë një informim mjaft të sakt. I kemi informuar edhe për gjobat të cilat do t'i presim përmes inspektoriatit. Ne do të jo vetëm këtë muaj, sigurisht do të jemi azhur dhe do të komgulim që edhe 11 muaj tjera dhe vite tjera që do të kërkojmë dhe do ta mirëmbajmë ambientin. Inspektoriati komunal me caktimin e pikave grumbulluese për mbeturinat inerte fillimisht synon disiplinimin vullnetar të qytetarëve për hedhjen e mbeturinave në vendet që tashmë janë caktuar, ndërsa më pas të gjithë ata që nuk e respektojnë këtë vendim do të ndëshkohen. Kemi filluar një fushat vetëdijsuese fillimisht që qytetarëve të Malishevës t'ia japim orientimin tamam të vend takimeve apo vetë caktimeve të caktuara të mbetjeve inerte dhe një vetëdijsim i caktuar në lidhje me hudhjen e mbeturinave, veçanërisht si hap i parë, jo aspekti ndeshkues, po aspekti vetëdijsues, e që pas aspektit vetëdijsues edhe pastrimi që do të bëhen gjatë këtij muaji, do të llogarisim që edhe masat ndeshkuese. Në Malishevë është krijuar një task force me qëllim që fillimisht të pastrohet i gjithë territori. Numri inspektorëve në raport me popullatën ndonse nuk është i mjaftueshëm, Inspektoriati Malishevës llogarit në mbështetjen e qytetarëve dhe policisë Kosovës për të ndëshkuar të gjithë ata që e ndotin natyrën. Ndërkohë, problemi i ujrave të zeza në Drenas po shndrohet në çështje kronike, duke filluar nga derdhjet të drejtpërdrejta në lumin e qytetit dhe bllokimet të kanalizimeve, që shpërfaqin mungesën në një infrastrukture të përshtatshme për të dhënë fund problemeve. Mungesa një infrastrukture adekuate që rezulton në bllokime të kanalizimeve ka kohë që nxjerr në pa ujërat e zeza, duke e shndruar këtë çështje si kronike, pa përjashtuar përfshirjen e derdhjes së drejtpërdrejt në lumin Drenica. Kundërmimi i ujrave të zeza që tashmë kanë dalë mbi rrugë në kryqëzimin e rrugëve Aslan Fazliu e Shaban Shala, mbetet problem për banorët dhe mullsheri mes pushtetit lokal dhe kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina. Problemi me derdhjen e ujrave të zeza në rrugën Aslan Fazliu për njoftoj se përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit në qytetin e Drenosit është kryu Prishtina. Ky projekt apo si defekt është i vjetër në rrjetin e kanalizimit. Megjithatë, kryu Prishtina ka provuar shumë herë për zhbllokimin e rrjetit, mirë po pa sukses. Kompania rajonale e ujësjellësit ka nënvizuar se ka bërë disa herë intervenime në hapjen e pusetave. Megjithë këtë, problemi i bllokimit të kanalizimit nuk është zgjidhur. Përmetej, kompania thot se edhe vetë komuna ka ndërhyrë por pas zgjidhje. Përderisa pushteti lokal dhe kompania rajonale e ujësjellësit po largojnë faj dhe ndërhyjnë edhe pa kompetenca, janë banorët ata që po pësojnë më së shumti dhe që presin një zgjidhje më të shpejtë. Si rrjedhoi e bllokimit kanalizimit e Kurudha, atje këtu në kryqëzimin e rrugës Aslan Fazliu dhe Shaban Shala është pika më e ulët dhe si rrjedhoi e bllokimit atje kanalizimi është duke u kthy dhe është duke dalë mbi rrugë te kjo puseta këtu dhe te kjo puseta atje. Ka shkaktuar ndotjet e ambientit, ka fekalet mbi rrugë, pallomat lata, si po shihni edhe ju, dhe këtu është prej këtu ujit është duke u derdhë në pronin, më e afërt këtu dhe mandej vazhdon në këtë pjesë dhe derdhet në lumin Drenica. Është problematike që është se ko qarkullim të është kjo rruga që po kalan kënena i pikën të rrethit Skënderajt. Ka kohë që ujrat e zeza kanë dalë në sipërfaqe, sidomos në pjesën pranë Hekurudhës, vend që tashmë është rrethuar me shirit pas një shembjeje ku sipas banorëve është shkaktuar nga bllokimi i një pusete. Kjo shembje me javë të tëra shkaktoi telashin e qarkullim, ndërkohë që mbulimi i saj është bërë nga njerëz jo përgjegjës të fushës. Sidoqë të jetë, kompania rajonale e ujësjellësit dhe komuna e Drenasit janë duke shqyrtuar mundësinë e realizimit të një devijimi të trasesë së kanalizimit me qëllim të eliminimit të problemit. Ky rast paraqet ndërlikim të veçantë teknik, pasi në afërsi ndodhen dy linja hekurudhore Prishtinë-Pej, ndërsa thellësia e rrjetit të kanalizimit tej kalon 4 metra.
Shkojmë për pak qaste në Shkodër, ku vizitorët i tërheqë ndërthurja e natyrës së paprekur me gjurme të lashtësisë tonë kombëtare. Ura e mesit është vetëm një nga dëshmitë e gjalla të trashëgimisë kulturore dhe historike të kësaj zone veriore. Ndjekim hollësitë që sjellin kolegët e televizionit shqiptar. Ura e mesit është një ndër monumentet më të veçanta kulturore në zonën e Shkodrës, e cila tërheq çdo ditë një numër të madh vizitorësh të huaj. Turistët që ndalojnë në këtë destinacion mbeten të manitur nga ndërthurja e natyrës së paprekur me bukurinë e rrallë të urës qindra vjeçare. From Spain. Vi nga Spanja dhe për mua është hera e parë që e vizitoj Shqipërinë. Dua të them se po ndihem shumë i lumtur në vendin tuaj. Shkodra është vërtet një qytet shumë i bukur dhe vizita në Kalan e Rozafës është një përvojë fantastike. Pamja nga kalaja është e mrekullueshme dhe historia e saj e bën edhe më të veçantë. Po ashtu edhe ura e mesit, një monument tepër i veçantë. Shqiptarët njihen për mikpritjen e tyre, ndaj është shumë bukur që po na presin me dashamirësi, çdo gjë fantastike. From Malta. Njemi nga Malta dhe kjo është hera e dytë që vim. Këtë herë kemi vizituar si veriun ashtu edhe jugun. Kemi lëvizur shumë dhe na kanë pëlqyer pamjet, ushqimi dhe pothuajse çdo gjë këtu. E vetmja gjë që vum re është se rrugët kanë nevojë për pak përmirësim. Në përgjithësi, njerëzit janë shumë mikpritës dhe po e shijojmë shumë qëndrimin ton. Nga këtu do të shkojmë për të vizituar Alpet. Vendi juaj ofron shumë mundësi për të bërë turizëm. Ura e mesit mbetet një dëshmi e gjallë e trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës së Shkodrës, duke vijuar të tërheq vizitorë nga e gjithë bota, e ndërthurur në mënyrë harmonike me natyrën përreth. Kjo urë jo vetëm që ruan vlerat e së shkuarës, por edhe promovon potencialin turistik të veriut të Shqipërisë. Reprezentacioni i Kosovës në handball të vajzat sot ka udhëtuar drejt Zagrebit, ku nesër do të luajë ndeshjen përmbyllëse të eliminatorëve për Evropian. Pas ndeshjes ndaj Francës të zhvilluar në Prishtinë, handbollistët e Kosovës e kanë kthyer fokusin te ndeshja e fundit e fazës së dytë eliminatore për Euro 2026. Të dielën në Zagreb do të luajë ndeshja Kroaci-Kosovë, derisa Dardanet kanë arritur sot në kryeqytetin kroat, ku e kanë mbajtur edhe stërvitjen e parë. Në ndeshjen ndaj francezëve ka pasur periudha shumë pozitive nga lojtarët tona, ndërsa shpresohet që ato të jenë më të shumta në ndeshjen ndaj Kroacisë të dielën. Ekipi ynë përbëhet kryesisht nga lojtarë të reja, të cilat luajnë në Superligën tonë dhe shumë prej tyre vetë se kanë debutuar kundër Francës. Kosova është duke bërë ndrimin e gjeneratës dhe nuk e ka arritur kualifikimin tutje, mirë po përvoja në këtë cikël eliminator është më se e mirë se ardhur për handbollistët tona të reja.